Përshëndetje, miqtë e mi të dashur. Po takohemi përsëri si çdo të shtunë tjetër me lajmet më të reja nga bota e showbizit. E bashkë me ne, si çdo herë tjetër, është edhe Golden Eagle, sponzori ynë i dashur. E këtë herë emisionin e fillojmë me një lajm ndoshta të mirë për dikë, të keq për dikë tjetër. Bëhet fjalë për ndarjen në mes të Tunës dhe Kozmanit. Ata janë një çift që kanë shumë kohë bashkë, mirë po edhe ndërkohë kanë pasur probleme, janë ndarë edhe disa herë tjera. Cila është arsyeja dhe a do të bashkohen ndonjëherë? E ndjekim së bashku historinë në vazhdim. Këngëtarja Altuna Sejdiu Tuna dhe Kozman më në fund i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Në fakt çifti ishin ndarë disa muaj më parë, por pas një muaji ata ishin ribashkuar. Në atë kohë Express Rose kishte zbuluar se kjo nuk ishte ndarja e parë e Tunës dhe Kozmanit. Pasi që ndarje të tilla të tyre kishin ndodhur edhe më parë, por nuk ishin publikuar nëpër media. Ishte raportuar po ashtu edhe për ribashkimin e tyre, i cili pas disa muajve ndodhi në Londër, ku çifti mori pjesë në një mbrëmje mode. Mirë po, tani burimi i Express Rose thotë që ndarja do të jetë përfundimtare. Mësohet se lidhjes i ka dhënë fund vet Tuna, e cila e para ka shlyer të gjitha fotot me Kozmanin në faqen e saj në Instagram. Ende nuk dihet se a kishte lidhje kjo ndarje me deklaratat e Noizit në një emision televiziv në Shqipëri, ku ishte pyetur se me kë kishte pasur marrëdhënie seksuale nga këngëtarët e estradës. Ai nuk ka pasur të mohojë me një po ose jo, po kur ka qenë jo, ka pirë një gotë me qitro, kurse kur ka qenë po, është dashur të pi viski. Kur është përmendur emri i Tunës, ai ka pirë viski. Menjëherë mediat shqiptare e kanë marrë këtë si shkak të ndarjes, edhe pse çifti gjatë lidhjes së tyre 4 vjeçare kanë pasur disa kriza dhe ende nuk janë deklaruar publikisht se cili është shkaku i ndarjes. E kemi parë në skenën tonë muzikore që shumë kohë më parë. Mund të themi se Greta Koçi tashmë i ka bërë 10 vjet përvojë në skenë muzikore. E për më tepër, ne mund ta ndjekim historinë në vazhdim ku ajo tregon se çfarë mashkull nuk mund të refuzojë. Ajo filloi shumë herë të këndoj, por më vonë vendosi të pauzoj paksa. Është kjo Greta Koçi, këngëtarja shqiptare e cila viteve të fundit ka vendosur që të rikthehet fuqishëm skenës sonë. E për këtë, ajo zgjodhi të shkojë në Preshev, ku fuqishëm rikthehet në bashkëpunim me Goldi Gjin. Se vendosi ajo të rikthehet pikërisht me Goldin. Në fakt jemi njohur rastisht se njihnim njëri tjetrin nga ekrani, po themi, po na ka rësisur që t'jemi bashkë në një event të madh, dasma e Sinan Hoxhës, besoj publiku është informuar. Aty u njohëm, qelluam që ishim në një tavolinë me Golin, me Arianin. Më pas nesër kemi pirë një kafe. Më tha Gret, do realizojmë diçka bashkë, kisha një këngë që ishte mas mirë, ishte demo atëherë, i them, patjetër, pse jo, e dëgjoj, bëm tekstin, ka qenë shumë flesh, domethënë, edhe doli diçka e bukur. Më pas vendosëm që kishim një bashkëpunim të dytë, ku menduam të përfshinim edhe Elin, edhe të dyja ka qenë të suksesshme. Por çka e bëri Gretën që të largohet nga politika? Nuk është se kam ndërruar absolutisht, por të dyja është pak e vështirë të mbahen. Ju e keni parë që në moment që unë u përfshiva në politikë, stopova pak nga muzika për të realizuar një qëllim në mënyrën më të mirë të mundshme, duke qenë se kam pasur një funksion të rëndësishëm në Partinë Demokratike, drejtoja forumin rinor, që është le të themi një strukturë shumë e rëndësishme në Partinë Demokratike dhe nga vetë historiku i kësaj partie, përfundova një mandat 4 vjeçar në drejtim të këtij forumi, vendosa që të shkëputem sepse politika nuk mund të jetë monopol, nuk mund ta mbash ti gjithë jetën. Ka djemë dhe vajza të rinj që duhet të japin kontributin e tyre dhe gjykova që ishte e rëndësishme që në këtë moment ti përkushtohem muzikës, duke qenë se edhe mosha bën të vetën, tregu bën të vetën. Edhe mendova që të fokusohem pak te muzika, sigurisht unë jam prap aty, në moment që do të ketë një garë tjetër, do të garoj për një zgjedhje të dytë. Pasi që ishin ankuar për të drejta autoriale, videoklipi i saj ishte bllokuar në YouTube, por ajo arriti ta rikthente atë. Po, ka qenë një keq kuptim që unë e zgjidha duke u nisur urgjent për Prishtinë, nga një kanal tjetër që ishte bllokuar pa të drejta videoklipi, megjithatë për të mos i hyrë më gjatë kësaj historie është zgjidhur dhe klipi është i disponueshëm sot në kanalin zyrtar të YouTube. Siena Nimoti titullohet Kënga e re e Gretës. Ajo tregon se kush ka punuar në këtë projekt muzikor.
Në fakt jeni të parët që më intervistoni sepse kënga sapo ka përfunduar, edhe në fakt për ta dhënë informacione saktë unë kam përfunduar dhe klipin, edhe pse nuk e kam bërë publike. Kënga është kompozuar nga Zap and Chris, e kam punuar në Kosovë së bashku me Mozikin. Ziki është një djalë shumë i talentuar për tekstin, ka bërë një tekst shumë bukur. Është një stil pak ndryshe, jo se unë nuk kam dalë ndonjëherë me këngë, po themi ritmike apo tendencat e fundit, po është një gjë që më sjell pak ndryshe, qoftë edhe në tekst edhe në mënyrën e interpretimit, edhe në video. Është një video shumë interesante, domethënë, që ju do ta shihni së shpejti. Jam e kënaqur për punën që është bërë, edhe uroj që të pëlqehet, sepse në fundit kjo është kënaqësia më e madhe për çdo artist. Greta thot se nuk i krijon këngët duke u bazuar në jetën e saj personale. Po nuk është se ka në një histori, gjithmonë këta autorët e teksteve kanë bërë atë që kanë menduar që është e drejtë, sigurisht duke marrë mendimin tim dhe opinionin tim, po jo që ka lidhje diçka me jetën time personale. E njohur si njëra prej këngëtareve që është e hapur për bashkëpunime, ajo mendon që bashkimi bën fuqinë. Unë nuk do doja të veçoj, sepse po të veçoj i kam gjithë miq, edhe do thot njëri po kështu, po pse mua jo. Megjithatë, këta që kam bashkëpunuar kanë qenë emra të mirë, si për shembull Labinot Tahiri, Apostine, Goldi, shumë tjerë që as nuk i kujtoj tani. Ka shumë artistë të mirë Shqipëria dhe Kosova. Greta edhe në jetën personale di të jetë shumë enigmatike. Po sepse preferoj që të paktën jeta private të jetë e imja. Duke qenë se gjithçka është shumë e ekspozuar, të paktën kjo gjë të mbetet e jona, si më thon. Megjithse, në momentin që i hyn kësaj rruge, ti duhet marrësh parasysh që publiku do të informohet edhe me këtë dele, me këtë shoqërohesh etj. Unë jam përpjekur të jem e kujdesshme, por edhe për faktin se nuk kam një lidhje zyrtare për ta publikuar, se në fundi po t'ishte, gazetarët nuk ka gjë që nuk zhbirilojnë, do ta gjeni, po nuk ka akoma gjë. Në aspektin kombëtar, ajo është patriote, por a mendon ajo se do martoj me një kosovar. Nuk e di, nuk është pse duhet të bëjnë ndarje që të Shqipërisë dhe të Kosovës. Unë e konsideroj një, si më thon, varet nga njeriu. Kudo ka njerëz që janë pozitiv edhe njerëz më pak pozitiv, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në gjithë botën, vetë bota është ndërtuar kështu. Uroj që të gjej dikë të mirë, po në lidhje Greta ka dëshirë që të ketë një mashkull serioz. Kur unë të kem një lidhje, ajo të jetë serioze, dhe të jetë e këndshme edhe për të dëgjuar nga njerëzit, që Greta është me X-it dhe ai X është bashorti i saj. Përveç këngës Siena Animoti, ajo flet edhe për projektet e saj të reja. Po punoj më njëherë për këngën tjetër. Kam përshtypjen se edhe kënga e radhës do të jetë në bashkëpunim me djemtë e Kosovës që realizojnë muzikë, po nuk është se kanë diçka specifike. Zakonisht bashkëpunimet ndonjëherë më të bukura dhe më të suksesshme lindin rastisht, kur ti takohesh, thua bëjmë diçka bashkë, aty del më, sesa kur i mendon shumë gjatë, se gjithë secili ka projektin e vet, si më thon. Kështu që nuk është se kam diçka, por do mund të ndodhi që kënga tjetër përpos kësaj që titullohet Siena Animoti të jetë bashkëpunim, nuk është një çudi. Një serial shumë i shikuar nga të gjithë, me disa nga aktorët më të mëdhenj nga troja shqiptare. E për më tepër, Express Rose ka kaluar një ditë të tërë me serialin Çka ka shtëpia për të parë se si ata e gjirojnë një serial të plotë të tyre. E për më tepër, ne ndjekim së bashku storin në vazhdim. Kush janë nisi luftës më i pari? Gjatë dhe më mori. Është njëri prej serialeve më të shikuara në Kosovë. Jo vetëm në televizion, por edhe në kanalin YouTube. Epizodet e tij shikojnë nga më shumë se 1 milion njerëz. E personazhet e serialit janë shumë të dashur për publikun. E njëri prej kryesorëve është aktori Naser Rafuna. Ai thot se roli i tij i pëlqen dhe nuk do ta ndronte atë me ndonjë karakter të serialeve të mëparshme. Na si aktore kemi për detyrë me dallu për rolit në rol, përkundrazi vleftë aktorit ku po met. Nuk më i me thonë se që është ma i veçum po nuk më i me thonë që jë ma i përqendrum apo diçka në krasim nëse të marrim si historik, po mase që tashim të e punu, menoj që jep ko gjazar edhe ko gjë, po nuk më i me dallu
ky rol pe ati apo pe ati, se na si aktor nuk na bjen jetë me lujt ato që kemi qef. Unë menoj që hajla se kom lujt ato që kisha mujt me lujt, ose karakterin se çka kom qef me lujt. Po na vin, më thonë, skenare, ideje, personazhe tillë dhe ne ndërtojmë qëtë formë që është na menojmë. Edhe pse është hyrë në mosh, aktorja Leze Qena nuk e ka ndërmend që të pushoj. Ajo thot se është e kënaqur vetëm atëherë kur punon. Nuk lodh na kur me punë, edhe e duket profesionin tim, kështu që kisha pas qef gjithkun me qenë. Edhe e pleq që janë, ka gjef mu përzi gjithkun. Për aktorin Adem Mikullovci, seriali Çka ka shtëpia është një serial specifik dhe modern. Kjo është arsyeja pse ai edhe kënaqet me lojën që bën në këtë serial. E ky serial është diçka specifik. Është serial modern i pa deri më tash në çdo mënyrë se janë punu serialet. Ka diçka nga teatri i Brehtit. Në me këtë serial, aktorët, po mendoj na, përgjithsisht, si i thonë shikuesve, na nuk jemi këta që po na shikoni, po na pyet tregojmë çfarë janë këta njerëz. Do thotë, në këtë serial flet edhe mikrofonin, edhe kamera, kamermani, fol pasqyrja, fol telefoni, folin drasat, flasin enët, e ndërpresim një skenarist që thot, po luli ndryshe kom shkruan. Mu gjitha këto tipare që janë pe krahasoj me teatrin e Brehtit, pak ma bën që edhe rolim i fshatarit të mos jetë standard. Këtu personazhet në një epizod, sipas situatës, edhe ndrojnë, nuk i përmbahen atyne e kornizave klasike të formimit të personazhit. Mu për këtë unë edhe e duket serial, që është modern. Me që në seri ka luajtur edhe tek serialet të tjera dhe kur ka thashe theme se mund të rikthehet seriali më parshëm Kafeneja jon, ai thot se megjithatë nuk beson në rikthimet të fuqishme. Sa i përket serialeve ka pas tendencë më rikthy dhe Tre Gjermant e Trash, ka pas tendencë më rikthy plot seriale. Unë nuk e di, zakonisht na si profesionist kësaj pune, fort deri në momentin ku ndezën kamerat, ne gjithmonë i marrim senet në rezervë. Ai e mohon se do ta ndronte rolin e tanishëm me rolin që e kishte te Kafeneja. Momentalisht jam të punu në këtë projekt. Në projektin që jam të punu është projekt të se do të mimet besnik, për shkak se qefet janë qefe, po e drejtatike profesionale është profesionale, kështu që duhet më respektu. Zakonisht ka raste ku gjendën do kompromise, po nuk mëj me thonë që tash me ja përgjigje aty apo këtu. Unë e kom menimin që seriali Çka ka shtëpia me qenë se edhe në bazë të sondazheve që kanë dalë është një prej serialeve më të shikuar që kanë ndodhur domethënë pas luftës. Dhe unë për shkak që jem të punu momentalisht këtu, duhet më met besnik nëse veç shkakton ndonjë problem për me luajt dikun tjetër, jo vetëm Kafeni, po kudo tjetër. Kështu që mendoj që për një herë mes që jem të punu, jemi përqendruar veç në serialin Çka ka shtëpia. E për Lezën, karakteri i gjyshës tek një serial, po ashtu i suksesshëm Familja Moderne, ende i fle në zemër. Po ata e kom pas diqysh për zemër, për herë të parë kom lujt gjyshe, e unë s'kom pas gjyshe kur as ka nona as ka baba, shtu që e kom lujt me shumë dashuri e me sinceritet. Lezja për momentin nuk e ka në plan që të ndalet dhe as të pensionohet. Me qenë edhe smut, ju kësha thënë, hajde një këtu gjiromni. Për Adem Mikullovcin, edhe ky karakter dhe karakteret e tjera janë shumë të mira, por sa i përket rikthimit tek Kafeneja jon, ai nuk është i informuar. Nuk kom informata, për të nuk di që. Po është diskutabile, si do të thehet, ku do të thehet. E kur pyetët për të zgjedhur role, ai ka një shprehje interesante popullore. Po edhe kur e kanë pyet ato, kjo është tek popullor, apo do pit, apo do pul, ai ka thonë, apo mos më das dyjat. Edhe në me mujt dyjat, po dyjat shofa është e mundur, as është e mundur. Çka ka shtëpia është njëri prej serialeve më të shikuar dhe më të dashur për publikun kosovar. Ai transmetohet të hënave në radio-televizionin e Kosovës dhe komentet për të, sidomos nga publiku, janë shumë pozitive. Në të luajnë aktorët Nasera Funa, Gresa Pallaska, Leze Qena, Adem Mikullovci, Irena Cahani, Fiona Glavica e shumë të tjerë. Sa për e shumë frim bi mua e mallkimi, që nuk falë. Cili është reperi më i mirë shqiptar, na tregojnë qytetarët e Prishtinës.
Cili është reperi më i mirë shqiptar? Baba Stars, Çfarë Giti, arsye? se këna mirë. Nuk e di ka shumë. Gjatë Gjizi? Reperi më i mirë shqiptar është Ellenella, se është real. Reperi më i mirë Ellenella. Luizi, e din me knu më mirë. MC Kresha. Geta. Edhe që se këna mirë edhe stili tim. Po s'po di më i mirë shqiptar, veç kisha thonë Ledri edhe MC Kresha, mu që më pëlqen pak ma shqiptar. Po ka plot veç Geti në Kosovë është. Po Kosova ma shumë është më i vjetër në skenë, ç'ka. Nuk e përcjellë. Me qenë se jam i Preshevës unë, e kisha preferu Goldegjin. Por parin Hasani o thonë të në herë të ishdashës, di si ka ma të mirë. Ka qenë korrekt të në herë të dhe u konë referi ma i mirë. Muzikës. Kështë të referi, se më referat nuk i një fali. Nuk i një me em në asë një. Giti. Për çfarë arsye? Giti i bon gjithat mirat, si me tjertë, si me vetë, është hit. Gjithmonë. Goldegji. Për çfarë arsye veçanti Goldegji? Se di ty. Veç për çfarë? Po, veç për që me një guj, është është maj respektuar për tjerëve. Edhe nuk është shumë që shtyhet me tjertë është kohët fundit. Reperi më i mirë shqiptar? Unë e vetë. Se? Shte. Noizi. Për çfarë arsye? Është shumë ma gangsta si. Godori. Goldegji. E shpreha që e mendon edhe përmes pronës se sa interesant s'po di. Më pëlqen Dafina, mas shumë. Po më mërë menja që MC Kresha. Së di se prej kur e më kone i vogël, e kom ngu gjithë edhe tash vazhdoj me ngu vëllë. Jemi këthyrë në pjesën kryesore të intervistës, e këtë herë kemi një të ftuar super speciale. Ka ardhur prej Amerikës, për Express Rose, është Bleona Qereti. Bleona, faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Je rikthyer shumë e fuqishme, je rikthyer edhe tek Your Face Sounds Familiar. Ka ky vendim? Realisht ishte një gjë shumë e rastishme që ndodhi, sepse unë vera erdhi në Los Angeles për të kërkuar për Your Face Sounds Familiar dhe e lam që unë nuk do vija sepse isha shumë angazhuar me planet e mia në Amerikë dhe e lam që unë nuk do vija. Pastaj në një moment të dytë unë jam çuar një ditë nga gjumi, kam qenë mirë atë ditë edhe kam pasi nostalgji për Shqipërinë dhe në momentin sa kam pi kafen e kam patë një telefon prej Vera Grabockës, Bleona! Edhe veç që kam marrë telefon e kam thënë po vi. Jetuar. Edhe realisht ka qenë një vendim që është marrë shumë, as ajo vetë nuk kam mundur ta besoj sepse i ka ditë obligimit e mia që kam në Amerikë për momentin, kështu që momentalisht vetëm fakti që unë premtova dhe thash do vi, tani do më duhet që ta bëj Amerikë-Shqipëri çdo javë me avion. Të shtundet diel duhet jem diel edhe të hënë duhet me qenë në Tiranë, edhe të hënë edhe të premte duhet me qenë Amerikë. Kështu që është pak problematike si punë, por në momentin që unë nuk kam stres dhe nuk kam adrenalin në jetë, më duken gjërat shumë kështu normale, kur çdo gjë. I merr me sportivitet në farë mënyrë. Po çfarë do bëjmë? Çka ke lënë keq në Amerikë që ke ardhur këto? Unë momentalisht në Amerikë jam duke xhiruar 3 filma. Filmi i parë fillon në datën 15 prill në Cancun, në Meksik. Janë sigurisht filma hollywoodian, filmi i parë është me Dolph Lundgren, kurse filmi i dytë është ose me Nicolas Cage ose me Sharon Stone, akoma nuk dihet emri i aktorit kryesor të filmit, po gjithsesi unë jam në rolin kryesor për kreatyre në filmin e dytë, ndërsa në rolin e parë në filmin e parë kam një rol shumë të vogël, por është roli spikatur, një rol që do të më shkonte vetëm mua. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë obligim, por në të njëjtën kohë unë nuk mund ta le jashtë vëmendjes publikun shqiptar, edhe i kam thënë Verës po, edhe tani përfundimisht unë jetoj në avion. Kjo është historia ime. Back and forth, tankon. Back and forth. Tankon. Kështu po shkëlqen se çfarë sekreti i durve tua, çka ki diçka me na tregu? Jo, unë zakonisht mundoj me shkëlqy gjithmonë. Sot një farë glamuri po t'japin dur, të vot, diçka cila sekreti Bleon? Nese, unë si që dhe folëm për përpara intervistës, kam hapur sajtin shopbleona.com. është një sajt me bizhuterit e mia të dizajnuara nga unë vetë. Unë jam një njeri që jam shumë outspoken and loud.
nuk e di si thuhet shqip, jam shumë e hapur. Shumë e hapur edhe shumë, do të thënë kur hy unë dihet që unë jam aty. Kështu që sigurisht gjithmonë kam kërkuar gjithë këto vite në Amerikë bizhuteri që të jenë shumë të mëdhaja, që të kenë një lloj glamuroze. Glamuroze dhe statement jewelry quhen këto në anglisht. Dhe sigurisht, do të thënë këto i gjen, por i gjen me çmime komplet shumë të shtrenjta, kështu që në këtë kushte unë mendova, thash, okay, po mirë, kur unë që jam artiste nuk arriti gjej dot këto bizhuteri, po një vajzë e thjeshtë, si do arriti gjej nëse ajo ka të njëjtën shije me mua. Kështu që vendosa, mora një stilolaf si ditë dhe vendosa me bë disa skica, edhe kam gjetë firmën e bizhuterive që i bi ka prodhuar, kështu që kemi hapur shop leona.com. Dhe unë kam vendosur që atëherë mos mbaj asgjë tjetër përveç se bizhuterive të mia. Edhe sigurisht diamantet, sepse këto s'janë diamante, janë për klasën e mesme të njerëzve. E përmendëm veshjen, gjithmonë një ardhë me diçka të guximshme, po shpesh ka pas akuza prej atyre që dikush ty të kopjon, se ti ke ardhur shumë origjinale, cili ka qenë komentet për këto, se edhe vetë ke bën një kolazh fotografish në për Instagram ose rrjete sociale ku ti ke qenë e para që ke ardhur me diçka shumë të zhveshur ose çka do tjetër. Qa mendon ti, a mendon që është nashta inspirim prej tyne apo kopjem? Nuk ka lidhje fare me kopimin, është thjesht çështje inspirimi, sepse ne punojmë me të njëjtët njerëz. Për shembull, në rastin e Britney Spears, unë e kam veshur të njëjtin korset që e kam bërë The Blondes dhe e kam marrë nga Runway, ata e kanë nxjerrë në Runway. Mua më ka pëlqyer dhe e kam marrë të njëjtin korset dhe e kam bërë me masat e trupit tim. Dhe sigurisht stilisti i Britney Spears në momentin që ja ka bërë këngën me will.i.am ka shkuar tek ata dhe i ka pëlqyer e njëjta gjë. Domethënë në rastin e Britney Spears nuk ka lidhje fare. Në rastin e Jennifer Lopez është thjesht i njëjti fustan puçi që kemi marrë të dyja, kemi pasur të njëjtën shije, se nuk po them që Jennifer më ka parë çka ka veshur Bleona, por në këto red carpets mos kujtoni që artistët e huaj nuk shikojnë qa është veshur dhe kush ka veshur dhe çfarë ka veshur. Kështu që kjo mund të jetë një mundësi, po unë këtë nuk e di. Unë di që ne kemi pasur të njëjtin fustan, shqyr zotet që unë e kam veshur një 3-4 muaj përpara, se unë e kam pasur tek American Music Awards, kurse ajo e ka pasur në Grammys, sepse kush i kishte një gjuhë shqiptar të kopjoj, e pa, bla, bla, bla. Kështu që kjo është rasti Jennifer Lopez. Në rastin e Rihanës, ne punojmë me të njëjtit njerëz, sepse ish menaxherja e Rihanës është tashmë menaxherja ime dhe drejtori fotografik i videos ka bërë Drunk in Love of Beyoncé, ka bërë shumë video të Rihanës dhe drejtori i videos time është fotografi personal i Rihanës. Kështu që stilistët që ata kanë gjetur për mua kanë marrë gjaketën Mirror, gjaketën pasqyrë, dhe unë kam refuzuar ta vesha gjaketë, se unë du kështu geometri, dhe ata jo, you have to wear it, this is hot. Dhe më kanë detyruar ta vesh bashkë me syzet, dhe sigurisht ajo video është në gjitha serverat e Dennis Leopold, që është personali, fotografi personali saj, ka qenë dhe drejtori i videos time, kështu që jam shumë e sigurt që në një moment, do me thënë... Kanë erë përputhën shijet edhe mas një dilë diçka e ngjashme, shumë normal. Për Rihanën janë të njëjtët njerëz, kështu që jam shumë e sigurt që, do me thënë, inspirimi ka qenë absolutisht i njëjtë. Aq më tepër që unë me të njihem personalisht, kështu që për mua ajo ka respektin më të madh si artiste. Tash nuk e di, a ka thënë Rihanna, unë du pikërisht atë që ka vesh Bleona, po ideja është që trendi i modës ka shkuar në atë lloj drejtimi. Për mua si Bleona, ajo që është më e rëndësishme është që të gjithë të njerëz kanë një makinë marketingu shumë të madhe mbrapa tyre, që do të thotë, momentin që ata veshin një bluzë të bardhë, e gjithë moda kthehet që duhet veshin bluzat bardha se ka vesh Beyoncé, Rihanna, bla bla bla. Momentin që ne veshim diçka, nuk po flas vetëm unë, po flas edhe gjithë artistët e tjerë shqiptar që janë independent, ne nuk e kemi të njëjtën makinë marketingu. Që do thotë, neve nëse veshim diçka, që punon në drejtim, neve nëse veshim diçka, e veshim sepse ne në atë moment ashtu kemi menduar dhe jemi ndjerë mirë në atë moment. Të paktën po flas për veten time. Kështu që për mua të krijoj një trend në më shumë se 3-4 raste, Nicki Minaj është një tjetër rast që unë kam haruar ta ve në Instagram me një fustan që unë kam veshur përpara 2 vjetësh. Ka shumë e shumë. Ka shumë e shumë raste tjera, por kjo nuk do të thotë, domethënë, mua më vjen mirë për faktin që si artiste independente, që unë bëj atë që dua, sepse ata nuk janë edhe aq të lirë, ata do veshin atë që i thot firma e muzikës, deri në momentin që e Beyoncé, Rihanna, pastaj vesh çfarë dush, po flas për këngëtarët që janë në nivel më tjetër. Për mua, to set a trend, se nuk e di si thuhet shqip, për mua me kriju një trend në muzikë, pop amerikane është një gjë shumë e madhe, një arritje shumë e madhe dhe shpresoj që shija ime nuk do më zhgënjej
në vitet në vazhdim. Po nëse ke mendu mos me tregu që janë kopje, pse atër ke vendus me i postu në Instagram? Po nuk është kopje, është inspirim. Po. Edhe nëse ti e shikon komentin tim në Instagram, nuk është që këto po më kopjojnë mua. Unë kam thënë a one woman machine, që jam unë, se unë jam vetë zot, vetë shkop, pa makinë, pa asgjë. Inspiron the big marketing machines edhe divat e muzikës botërore. Është një gjë tjetër, nuk ka lidhje me kopimin. Po ne sigurisht që ka dhe njerëz që nuk kanë asgjë gjithë ditën, do merren me llafe, është normale, e ka kopju, pastaj shoh se mesazhe po ti kush kujton që jetë, shohin ato ty la la la. Janë gjëra që mendja e disa njerëzve këtu nuk e kupton që ata njerëz ata kanë inspirime njësoj si ne, ata shikojnë fotografi njësoj si ne, sigurisht qofse i pëlqen dikush, ne të gjithë e kemi bërë, qofse unë kam pëlqyer një gjë Jennifer Lopez, kam thënë du diçka si kjo. Cili do të ishte, nashta, ju thashe thëmi, po skandale si diçka që t'ka prejk mas shumë që me të vërtet nashta ka mujt me prejk diçka të bleuna, me cilën nuk e dart as mu marra, mundesh me veçu diçka? Momentalisht, për momentin nuk më bjen mend, po ka shumë fjalë cilat më kanë vrarë vërtet shumë. Por momentalisht nuk arrit të kujtoj diçka sepse unë kam shumë kohë që jam munduar të përqendrohem në anën pozitive të gjërave, kështu që i kam fut një blok. Në qoftë se trurim është një hard disk, e kam fshirë pjesën negative. Kështu që momentalisht nuk mbije, po sigurisht ka shumë raste, nuk është më shumë se sa një rast në cilën unë jam lënduar vërtet shumë. Masive që përmende edhe vetë Gani Bardhin, në këtë rast, jeni ndarë. A flitet për një rikëthim, apo çfarë raportesh keni tash? Jo, absolutisht nuk bëhet fjalë për një rikthim tonin, sepse ajo gjëja nuk ka funksionu herën e parë. Tashti që gjëja të funksionojë herën e dytë është ndoshta edhe pak më e vështirë. Po kjo nuk do të thotë që ai nuk është në jetën time në një tjetër formë. Tashti ndoshta jo në formën burrë grua, por në një tjetër formë si një antar i familjes që do të jetë gjithmonë në jetën time. Unë postova një fotografi, ndoshta ishte dhe faji im, po thjesht më kapi një nostalgji edhe kam pa foton në telefon edhe e kam postu. Edhe ajo ka qenë vetëm kaq, sepse tek e fundit, atëherë s'ka pas Instagram. Kështu që tashti që ka Instagram, unë kam çdo drejt që të nxjerr kujtimet e mia. Po për ata dhe është Instagrami. Për ata dhe është Instagrami. Sharing moments me do momente. Ndoshta unë se kam thënë Throwback Thursday, apo se kam thënë Way Back Wednesday, nuk kam thënë asgjë, kam thënë no comment, no words, unconditional love, or s'di as vetë që kam thënë tani. Por nuk bëhet fjalë për asnjë lloj rikthimi. Momentalisht. Momentalisht, do me thonë kur s'tët kur bleuna. Never say never, ajo është the rule, a? E çka e ka shkaktu këto ndarjen mes juve dyve, çka nuk ka funksionu? Ka qenë thjesht puna ime, natyra e punës time, mënyra, në momentin që unë shkova në LA dhe vendosa me bë këtë punë, kjo punë ka dashur angazhim dhe përqendrim 100% deri në fund. Dhe në momentin që duhet ta bësh diçka, 100%, duhet përkushtosh 100%, dhe nuk ishte, në anën time do ishte shumë egoiste që unë t'i thoja Gane, ti prit derisa të mbaroj unë punë. Unë s'do jem atje, po ti duhet presër se ne do dy jemi legalisht martum e ti s'guxon me bazë gjë. Kështu që në këto kushte ishte shumë, unë nuk do doja t'isha njëri aq cinik edhe aq egocentrik me një njëri cilin e kam dashur shumë. Kështu që është normale që unë e lash egon time më njanë, edhe thash, okej, ne të dy duhet të ndahemi, nëse ti gjen dikë tjetër, unë të uroj çdo të mirë dhe çdo fat në jetë, nëse nuk gjen dikë tjetër, unë për veten time se kam ndërmend, por çdo gjë ndodh. Kështu që kështu e kemi lënë, dhe kemi lënë punën me të mirë dhe e ka qenë shumë i mirëkuptueshëm. Po e rikujtojmë dhe herë, unë ndam me burr shqiptar, fillojnë familjet vriten, plas pushka, thika, gota, pjata, ne s'kemi pas asnjë lloj nga këto. Sigurisht që në momentin që martohesh, asnjëri nuk e don divorcin. Asnjëri nuk mendon që do vi një moment i ndarjes, por në momentin që situata ka ardhur deri në këtë pikë, nuk mundesh ta injorosh atë fakt dhe të thush që jo, unë jam okay dhe çdo gjë funksionon. Unë kam vendosur të jetoj pa filtra dhe nuk dua më të pretendoj. Nuk dua të pretendoj që jam e martuar, nuk dua të pretendoj që jam e lumtur, nuk dua të pretendoj gjëra që s'ekzistojnë. Në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe ju e dini shumë mirë, njerëzit pretendojnë që janë të lumtur, pretendojnë që janë të pasur, pretendojnë që janë të martuar, pretendojnë që se di fare, që janë që se di, domethënë është një pretendim shumë i madh pa pikë në arsyes. Kështu që unë nuk doja që vetëm të quhesha e martuar për të jetoja vetëm. A je e lumtur ti? Absolutisht jo. Domethënë, jam në rrugën e lumturisë. Jam e lumtur jo. Sepse unë do doja të kisha
një familje, një burr, edhe një fëmijë, edhe 7 Grammys edhe 30 Oscars. Po ndoshta i ka sakrificat e veta për me mri karrierën, janë sakrificat pa cilat nuk mundesh. Sigurisht. Kështu që për këtë arsye, unë jam përkushtuar komplet karrierës time tani, deri në momentin që unë do dalë mbi ujë ashtu siç dua unë, dhe në momentin që unë do dalë mbi ujë, atëherë unë do të përqendrohem diku tjetër. Por problemi me mua si person është që unë këtë punë e kam bërë që kur kam qenë 14 vjetë. Që thotë kjo është stil jetese dhe është kthyer në stil jetese dhe çfarë ndodh, mbas kaq kohë që ti je vetëm, ti je kthyer një robot. Dhe ti nuk e kupton më që je vetëm dhe nuk e kupton më që thjesht je ndërruar një makinë, sepse për ty është fenomen normal që ti shkon edhe fle vetëm çdo natë dhe je në kompjuter edhe bën emailët edhe çohesh edhe shef trajnerin edhe shef pedagogun e kantos edhe shkon në koncert. Kurse një njeri që të shef nga afër dhe e shikon që ti ke qenë ky person sot e 15-20 vjet, e shikon që ka edhe një risk që ndoshta unë kur nuk do të kthehem, me thënë po e lektë dhe po kthehem nga jeta private. Gjithsesi, unë sigurisht këtë nuk e kam plan, sigurisht që unë dua të kem një familje, por më vjen për të qeshur me median, sepse do të thënë, a lëdojnë me këto titujt idiot, Bleona po kërkon dikë. Me hapun për tregun. It's so ridiculous, është shumë qesharake, sepse unë i kam me list edhe me radhë. I kam edhe me katalog, në qoftë se du me zgjedhësh i bardhëzish, ndosh, i dobët, i gjatë, i shkurtër, se di, i kuq, i math, i jeshil, i vogël, nuk është me rëndësi, unë mund të hap katalogun them ti, nuk është ideja aty. Ideja është që unë duhet të jem person i lumtur dhe ti nuk shkon me kërku, me lup për dikë. Do me thënë, ai rasti ndodh dhe ti... It happens. Kështu që merdi, do me thënë, jam shumë sigur që jeni informuar në episodin e fundit të Your Face Sounds Familiar. Kisha një propozim live kështu për të martuar. Edhe realisht ishte moment interesant, sepse unë isha komplet e shokuar, sepse nuk ishte e përgatitur. Edhe unë skandalizova për një moment dhe u ngriva, sepse nuk dija çfarë të thoja, sepse ti sigurisht s'mund të thuash po. Tjetrit publikisht pa njohur, pa ditur, aq më tepër që Castro është një shok shumë i mirë i imi. Por, në të njëjtin moment edhe nuk mund t'i thuash ja. Edhe shtangësh. Edhe u shtanga dhe nuk dija çfarë të bëja. Por, ajo që më bëri përshtypje kur e pash ritransmetimin e emisionit më vonë, është që Castro e nisi me, po me që Bleona po kërkon burr, ja me thonë kështu. Do me thonë është lidh me mediat me njëra. So I was like, what the fuck? Megjithatë ai sigurisht nuk e bëri me qëllim, e bëri thjesht që ishte një moment që e tha ashtu. Por, është krijuar kjo ideja dhe mua më ka pëlqyer. Me pyet Bleon, ka dallim prej publikut në Shqipëri, në Kosovë ose shqiptarët në Maqedoni, patjetër, po ti ku e gjen veten më shumë, ku ndihesh ti më rahat? E din që po të pyes për kosovarët, pak po tregon atje më mirë. Jo, sigurisht dallim ka prej gjithë publikut, por në momentin që ti jeton në Amerikë, ti mendon publiku amerikan dhe publiku shqiptar. Nuk mendon Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Po dhe se te ki tregun ma gjonë vetë. Sepse unë thjesht, do me thënë, tashti mendoj shqiptar dhe nuk është me rëndësi më është Igor, është nga Kosova, është nga Maqedonia. Me Kosovën si vend, unë kam një lidhje pak më speciale, as vetë nuk e di pse kam, ndoshta nga që unë jam këngëtare e parë shqiptare që kam ardhur në tregun e Kosovës, për të mos thënë e para, nuk e di ndoshta një nga të parat, sepse nuk e di tani kush mund ketë qenë vitet 96, në Kosovë, po unë mbaj mend që viti i ri 95 për 96, unë kam kaluar në Kosovë në restorant Breta me Ramadan Krasniqin edhe Koronën. Dhe zoti Balton Beqiri, i cili sot është një mik cilin e respektoj vërtet jashtë mase për profesionalizmin e tij, edhe sigurisht privatisht si shok, Balton është i pari që më ka çuar në Kosovë. Sepse më panë në festival të 95-ës edhe më bën një ofertë që më dhja për ka bodi qka shumë mirë. Ishte, si me thënë, një nga ato gjërat që ndryshojnë jetën, sepse unë ndoshta nuk do kisha guxim të vija vetë, sepse po flasim, ishte një Kosovë që ne na duheshin viza, po flasim që momentin që neve kemi ndaluar
në kufi nga Malizi, se mbaj mend atë vendin tani që kemi kaluar në kufi. Rruga e vjetër, po mendon apo? Po, nga rruga e vjetër kemi bërë 8 orë me shku deri në Kosovë dhe ka qenë kufiri Malizi Kosovë. Nuk e mbaj mend tani si është quajt kufiri Malzin Kosovë nga Malizi, se mbaj mend. Diçka me bë, nuk e mbaj mend, por unë mbaj mend që ushtarët sërbë në kanë dalë makinën mu, mamin dhe babi dhe na i kanë hapë gjitha valizhet dhe i kanë prek gjitha gjërat e mia një nga një. Dhe ishte një emocion shumë i madh kur kemi hyrë në Prishtinë. Dhe si duket unë e ndjeva çfarë do me thënë me qenë i shtypur, çfarë do me thënë me qenë i kontrolluar non-stop. Me thënë, unë ndjeva ofenduar që polici sërbi ka marrë dhe i ka hapë gjitha gjërat e mia. Kështu që sigurisht ndoshta unë kam një tjetër eksperiencë me Kosovën nga këngëtarët e tjerë të Shqipërisë, dhe ndoshta këtu ka fillu dhe lidhja ime shumë e madhe me atë vend. Çka presim tash tjetër prej teje? Viti 2016 i Bleonës. Viti 2016 a ka me qenë viti yt mas pari? Sigurisht. Unë të paktën shpresoj kështu. Viti 2016 është një vit i cili do vendosi karrierën time internacionale përfundimisht. Si që dhe thash më përpara, jam duke xheruar 2 filma, filmi i tretë akoma nuk dihet, po besoj që do bëhet. Dhe dal nga dal unë I will merge, do të kaloj në anën e filmave, sepse si popstar, dhe me thënë, ti nuk mund t'jesh gjithmonë popstar, në qoftë se shikoni Jennifer Lopez dhe artistë shumë të mdenjë, janë si pemë me shumë deg, dhe me thënë ata kanë parfume, kanë muzikë, kanë filma, kanë merchandise, kanë koncerte, kanë çdo gjë. Dhe ajo që unë dua të bëj është kompletohem si artiste. Që thot, sigurisht për fushën e muzikës, dihet, do me thënë që unë kam një lloj eksperiencë, do me thënë në fushën e muzikës unë do nxjerr vetëm, do vazhdoj dhe do nxjerr këngë non-stop. Në fushën e filmave kam vërtet shumë punë për të bërë. Por mua më kanë ndihmuar shkolla që kam bërë për aktore dhe jam diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë dhe janë gjëra që tani po më hynë vërtet në punë dhe jam vërtet shumë e lumtur. Kështu që tashti e kam një pauzë për me vendos a duhet me shku reality way, reality show apo duhet me shku movies way. Kështu që hala nuk e kam një, sepse nuk mund t'i bërë gjitha, me pas edhe reality show, edhe film, edhe muzikë, sepse është angazhim shumë i madh, sidomos për mua që jam vetëm. Cilën do qoftu që e zgjedh, na të urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë për intervistën, juve ekspresi jeni shumë të mirë. Një përshëndetje për gjithë fansat e mi në Kosovë, unë ju dua shumë edhe do vi shumë shpejt të vizitar. Në rubrikën tonë In and Out, këtë radhë janë 2 djemë të Prishtinës që janë shumin. I ndjekim së bashku. Ti e maj vogël, lakman ma shumë, nëse ati. Ti e maj madhë. Po dhe që e maj madhë, në du më dok ma i rrisë ti. Apo? S'po dokësh. Përshëndetje, unë jam Alan Hansi, me profesion jam kafexhi, menaxher në Bambu, ndërsa me pas jam ministër e kënaqësisë, punë që e bëj me shumë qef, me shumë dëshirë edhe që e kam pranuar edhe homologët e mi, kolegët e qeverisë. Kena më munu bashkë me Luarosën sot me tregu kush është in edhe kush është out, çapo veshin, çapo bujnë, apo deshën as po deshën. Mirë dita. Unë jam Luarosi, Luaras Meha, me profesion njëjtin Tarjanit kafexhi, koleg, unë e pak edhe me do shtesa edhe me do klaba. Jena arë sot me këshyrë kush ka vesh, se kush u desh pedina, veç kush u vesh me kazu. Foltes unë e kom peshisë më bjena. Unë kër e pashit fata menova që u bo synet njerë. Po këse valet jugut, po më duket. Për ndryshe mirë për dokët. O, di njerë gjë stylish, a? E ka, i thënë këtë do regula. Ka një herë. A, është me hellanka, po? Hellankat për funi, se di konta i ka të rruma jo, s'për shihen. Këpusa to, zlojnë jakë një mirë, motorit të e prit. Për mu është en. Edhe për mu është en, di një gjithë. O, Elvana gjata. Kjo fustani që Elvana ka pas në sfilatën të Valdrini, sfilatën e fundit, a mujna me këthy regjia fatën me shpinë me këshyrë? Se kena mojtë fustanin me, në shumë fustanin mirë. Apo, jo, po edhe pirën mirë. S'kom qenë prezentët e. Jo, është shumë në regull. Mirë për dokët. Edhe kreacioni Valdrini si zakonisht okej.
Po Elvanës, edhe unë e kisha vesh, apet ish do këmire Elvana dhe që shumë e menaj. Vo? Qa do që vesh i rënë mira? Po. Ka laj me konë si Elvana, qa me bot Qa me bona? En. O, Morena, Kuna pas kanë gjithë dhe që se huqin kërra këtë mire ma mirë për shkon të buneja. Na i pas kanë bo këtë për en, po veç ku e ka një qenë, ku një që ka vle një qenë shtrajt. Ku e ka qenin? Po, edhe A qeni. kini na i foto me qenë? Qeni e kompleton, po më do këtë. Po se dhja e ka qenë, e ka kutër. Në ato nuk e di, po për ndryshe pas kombinimin se zakonisht mirë edhe që të punë e ka, kjo më do mirë, po më do. Edhe i rrën gati vetit. 3 yje që aty nështë ta mujnë me konë edhe 6, më bo si flamuri jonë. Si kuj, me banane? Ja, një në rrëgët kejtë. Me thonë apetin për bje gjithë. Zgudzojna me thonë aut. Ja, shumin. O, Besniko. Besniko, diqka tash për para i ka pos dhe stile ma stravagante, që tash diqka u bo më s'pëdër më martu. Tu i bo vjetë, tu i bo ma serias, më do këtë. Si ka do në gjyrat, flokve dhe gjana. Elegancë. Po gjithë do këtë si i ri, kësë të bo plak kërë edhe Besniku. Djallë happy, si mësu me po në ka tesha kërë, sefte për shumë. Edhe për mu që shto ka aut, se mësu me po ndryshe. Ja, për mu e nështë Besniki. Mos valet, veç e hina. Këto se di mu më përzien, këto 2 motrat. Se di, kjo është e getit, apo? Po, shumë që e getit. Po do këtë. Po. S'pe komentaj ma shumë se... Definitivisht. Geti ku një që është gjelas. En. E kjo që i ka që mirët me sport? Me skart? Sport. Gazetarja. Se pas na... Okej, po do këtë. Unë... me komentu shumë me komentu, po dhe s'ki qa me komentu shumë për veshje se fustoni shumë i shkurt. Po dhe s'pëshjet, po ma shumë po do këtë si kjese e bërlogit, e zezë, e vizhlushme. Shkone interesant. Që është po do këtë? Po, definitivisht. Foto ka shumë hot, edhe kjo po do këtë shumë hot. En jam. Se jam shumë. Pas nga pas nga nga për kritika se... Robi. Që ta është folju. Të janë i spektatujave që i ka shumë in, muskujve shumë in, që të dorë za pak po më do këtë aut, se s'pishkojnë, plus asojna kjo të edit profesionet tina që është si klaviaturist. I run gishtat kjo, I run gishtat. Dorzat për shata. Qaja ma isë, ka mujtë me kom pak. Qelën do të më kom këtë, se ka që kalzën kjo, që ata na e na mlu. Veç definitivisht gjithë ena. Edhe mu më do këtë shumë. Shumë en. Me tipare të mashullit, en. O, dekori! Që vllai Valdrinit pantollat e shkym në gjysh. Po, dhe ai pantolla plat në gojë. Edhe shumë gjenak të koka lodh. Valdrinin, unë e kisha thonë en se është mirët shumë e vetën. Edhe po mdo këtë që zgudzan prej Valdrinit, thët më sëmdel gjësysh nu dhe se më keshin mu tani. Letë e ka, dhe dekori e ka letë për mu vesh mirë, se kur deki vllaun Valdrinin. Pa dhe. Normal që... Edhe pak në ashtë e genet. Pa. Adhe... Rallja huqe dhe kemë përgjësi, se do më që të foto, që të sheshirë mëj me në rrume ta kur ta kohëm na herë. Bon. Veqia këtina së të bjenë se ka shumë kryte malë. Pa po. Enë është Valdrini. Enë është Valdrini. Kjo është për logove ma të freskëta që jenë momentalisht. Edhe emisioni ka sjellë freski po ashtu, kështu që një farë me këthy kështu dojë kësë një farë forme lotit dyqysh, asë di qa ta qënë mollin. A veç e kanë shtramu hajtë sa me thonë. Bo, diqka. Kështu për ndryshe nëse me komentu emisionin është super nice. Qa po mirët me do gjera... Zdo me thonë e qilojnë ana jo në aut, kërësojnë menimin me dhona. Normal. Sigurisht. Në gjithë logoja jenë. Edhe zgudzojna me thonë jaut, ha? Jo, zgudzojna. Të me thonë masi u kry, faliminderit që na keni ftu. Edhe shpresojmë që kena mu pa dhe herave tjera me komentu dikon tjetër
Jo, Allah s'lam kom pa e komentu, po më duket keq apo të më thonë, tham, edhe pse për kenë mire ma mirë krejt, kështu që veç përshëndetje të përzemër ta. Si na follerat qa ku menu, e ku më thonë, kalofshi mirë. Edhe pse shtire kena na. Po. Si kafezhi zgëzojna me aprish kërkojna. Ketë kenen. Se na vota lypëm gjithë. Enis Bytyqi është talenti që së fundmi është bashkuar producentëve Zep and Chris. E na tregon pak më tepër për provojat e tij deri më tani. Është njëri prej këngëtarëve që shumë shpejt ka hyrë në tregun tonë. Bëhet fjalë për Enis Bytyqin, që po konsiderohet si njëri prej zërave më të mirë shqiptar të muzikës qytetare. E ai tregon se pse e la perëndimin për të kënduar muzikë shqip. Po tregu shqiptar më pëlqen më shumë, më pëlqen muzika shqipe, edhe kjo arsyeja që peshon shumë pse e kam zgjedhur këtë temë. Pasi që është nga Ferizaj, ai shpesh është krahasuar me Labinot Tahiri Labin, por Enisi thotë se nuk mendon ta ndjek rrugën e tij. Jemi pak njëjtin zhondër, jemi edhe dy të Ferizajit, po me ndjek rrugën e tij, s'besoj që e ndjeki sepse ai ka rrugën e vet dhe secili këngëtar ka rrugën e tij dhe mendoj që e gjej rrugën time. Edhe pse bëri bum me këngën e parë, ai thotë se nuk i njeh shumë mirë këngëtarët e estradës. Me gjithë i kam mirë, nuk jam me asnjë këngëtar ose këngëtare shumë i lidhët, po kemi një farë lidhje kolegiale shumë të mirë. Natyrisht kuptohet këta këngëtarë që jemi këtu të On Records jemi pak më të lidhë se shihemi më shpesh edhe bashkëpunojmë, kështu që. Pasi që konsiderohet një machoman dhe ndoshta është i vetmi djalë që ka oferta nga femrat, ai thotë se shumicës së tyre nuk u kthen përgjigjet. Nuk e refuzoj femrat në aspektin Facebook edhe Instagram, po në lidhja. Të shikoj ku shkruan, domethënë shkruajnë shumë femra edhe meshkuj shkruan edhe i falenderoj ata. Po nuk kam mundësi gjithmonë me përgjigj krejtë. Domethënë kam raste ku i shoh që kushtojnë shumë rëndësi mesazheve dhe me gjithë qefin një përgjigjnë atë. Megjithatë, tregon se çfarë tipi të femrave i pëlqen më shumë. Më pëlqejnë femrat që kanë buzëqeshjen e mirë, edhe që janë simpatike. Gjatë koncerteve, Enisi ka pasur edhe raste interesante. Një i tillë kishte ndodhur në Ulqen. Po më ka ndodhur me një koncert kur unë janë nalë krejt pajisjet, edhe ka ndodhur në Ulqen kjo, edhe unë nalë rryma krejt. Dhe kemi met në skenë për disa minuta, po e kom pas në grup një tupanxhi, dhe ai na ka shpëtuar në atë moment se ai e ka nisë me tupan mira dhe gjithë populli aty janë qenë kam edhe kanë festuar. Domethënë na kanë nxjerr në atë moment. Enisi është i angazhuar po ashtu shumë, sidomos në përdasma. Po këndoj shumë në përdasma, po thuaj se për momentin kam më shumë dasma se kështu mbrëmje rinore. Po këndoj edhe jashtë edhe në Kosovë. Më shumë jashtë për momentin, po do të ndryshohet kjo gjë edhe në Kosovë së shpejti jam më aktiv. Se a paguhet më së miri muzika qytetare dhe popullore tek shqiptarët, këtë mendim e ka Enisi. Kjo nuk është një sen që nuk e dinë as populli, domethënë dasmat janë gjithmonë më të vështira për mendimin tim. Edhe këndojnë dasma, po edhe këndojnë mbrëmje rinore, edhe me repera, edhe me tjerë, edhe dasmat janë pak më ku e ke edhe përgjegjësi më të madhe, sepse është një ditë e veçantë për çiftin, edhe është një pothuajse dita më e rëndësishme e jetës së tyre, dhe është një farë stresi edhe është një lodhësi psiqike, po edhe prej anës muzikës ku këndon më shumë njëri, më gjatë. Ai për momentin është duke punuar në disa projekte që pritet t'i lansojë më vonë. Për momentin e kam një projekt, një këngë single që jam të përgatit, por me dalë tash ka fundi prillit, dhe para verës do ta sjellë një bashkëpunim me një artist shtëpisë tonë On Records, po kush është ajo? Po e mbaj pak si sekret. E kur pyetet për tregun në Kosovë dhe Shqipëri, Enisi thotë se nuk ka shumë dallim. Kosova e Shqipëria janë, më thonë jemi pothuajse një, edhe pse na dallon gjuha, se unë kur kam fillu muzikës kam fol pak më vështirë shqip. Dhe kur shkoj në Durrës ose në Tiranë, s'ka pas shansën e mi kuptu. Tash, me kalimin e kohës,
i kuptoj ma shumë, edhe që në ndalon në hala është mbramjet, mendoj që mbramjet i bojnë Kosovë këtu dhe në pak ma të mira sa atje. E deri në këngën e radhës se e nisit, a i këndon refrenën e këngës Sillesh. Hej amma, djenjën ti falma, se sun po nalna, tu pi për ty, e amla, shihën si mjalta, veç pak ti falma, këda shuri. E në Insta Express mund t'i shohim së bashku se cilat fotografi i kemi përzgjedhur për ju. Veturat që vozisin shumica yjeve tona janë vetura shumë të shtrejta. Edhe pse nuk e vozit shumë vet, Sabri Fejzullahu e ka një vetur të shtrejt. Bëhet fjalë për BMW X5. Duket se Sabriu e ka dëshirë shumë shpejtësin, edhe pse tash i ka mbushur 70 vite. Edhe këngëtarja Leonora Jakupi ka dëshirë makinat e tipit BMW. Kjo vetur në ngjyrë zezë është makina e Leonorës, e cila e vozit një makinë të tipit BMW X3. BMW X3 vozit edhe këngëtarja Nora Istrefi, por për dallim nga Leonora, ajo është ngjyrës së bardhë. Kur është puna te makinat e mira dhe luksoze, atëherë nuk kemi si ta harrojmë Noizin. Vetura e tij është e tipit Mercedes AMG, është njëra prej veturave më sportive të këngëtarëve shqiptar. Makinë për lakmi ka edhe këngëtari Blero. Vetura e tij është e tipit Cadillac dhe ende ban tabelat e Amerikës, edhe pse sigurisht Blero e ka të regjistruar atë në Kosovë. Tashmë beqar. Shumë beqare do ta lakmojnë Kozmanin për makinën e tij të tipit Range Rover Sport. Me këtë makinë, Kozman nuk do të mbetet për shumë kohë beqar. Tani do t'ju lënë në shoqërinë e lajmeve më të reja nga bota e showbizit. Këngëtarja Shkenda Dubova është aksidentuar në një vend në Graça. Express Rose ka siguruar një foto të këtij aksidenti, derisa këngëtarja mësohet se nuk ka pasur lëndime në këtë aksident. Ky aksident ndodhi pak kohë pasi që Shkenda dhe Labi kishin blerë një makinë të re. Fatmirësisht, çifti nuk ka pasur lëndime dhe aksidenti nuk ka pasur pasoja fatale. Vesa Luma është në muajin e fundit të shtatzanisë. Ajo dhe burri i saj, Big Basta, pritet që të lindë një djalë, por burimet të Express Rose thonë se Vesa planifikon që të lindë në Prishtinë. I njëjti burim thotë që ajo pritet që të udhëtojë shumë shpejt në kryeqytetin kosovar, por burimi i Express Rose nuk ka arritur të mësojë se si ka planifikuar që Vesa ta quajë djalin. Këngëtarja e cila vitin e kaluar i dha fund beqarisë duke u martuar në një kala me Big Baston, ende nuk dihet se a do të sjellë ndonjë këngë këtë vit. Mihrie Braha, e cila edhe përkundër moshës ende nuk di të plaket, ka bërë një vizitë të veçantë. Kësaj here, ajo ka vizituar parlamentin hungarez. Në këtë vizitë, ajo ka qenë shoqëruar nga bashkëshorti i saj, Naim Abazi. Nuk dihet se për çfarë motivesh çifti e ka vizituar parlamentin hungarez, ndoshta vetëm për ndonjë vizitë kurioze të tyre gjatë vizitës së kryeqytetit të Hungarisë, Budapestit. Këngëtari Shpat Kasapi ka të dashur të re. Kështu së paku kanë shkruar shumica e mediave shqiptare në Maqedoni, derisa Shpati ka dalë bashkë me një vajzë nëpër kafeteri të Shkupit. Shpati, që pas ndarjes nga Afërdita Dreshaj, ka arritur të ruajë shumë mirë jetën e tij private. Ndryshe, lidhja e Shpatit me Afërditën u prish në fund të vitit 2013, kur Afërdita u përfol nga mediat britanike se është në lidhje me Leonardo DiCaprion. Supermodelja shqiptare, Emine Culmulaj, është bërë nën këtë javë. Ajo ka postuar një fotografi bashkë me bebin e saj në rrjetet sociale, e të cilën e ka quajtur Ella. Welcome my love, Ella Feria Nazarian, është shkrimi i saj në fotografinë e postuar në Instagram. Një video e postuar në rrjetet sociale të Erës, e ku shihet që këngëtarja është në studio muzikore, ka bërë që shumë media të spekulojnë që është kënga e Erës. Këngëtarja, e cila njihet edhe si enigmatike në raste të veçanta, sidomos sa i përket jetës private, gjendet në Londër ku po incizon këngët e reja pas marrëveshjes që ajo bëri me Ultra Music. Rikujtojmë se pas angazhimeve në Londër, Era, siç ka deklaruar presidenti i Ultra Music, Patrick Moxey, brenda muajit pritet të marrë rrugë përtej oqeanit në Los Angeles me të njëjtin qëllim, krijimin e projekteve të reja muzikore.
E kështu erdhi fundi edhe këtij emisioni miq të mi të dashur. Por ju mos harroni të na ndiqni edhe javën tjetër në po të njëjtin orar. Unë dua të falenderoj shumë Vesa Gashi Makeup, Vogue Hair dhe Dona Matoshi për duhjen time. E unë juve ju uroj një ditë të mbar e shihemi javën tjetër.